Këtu është horoskopi i martë 30 dhjetor 2025. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Mendoni me kujdes për zgjedhjet që duhet të bëni, i cili ka partnerin e duhur pranë tani mund të konfirmojë një bashkim. Mos nxitoni për të arritur qëllimet tuaja. Kujdesuni për shëndetin tuaj sepse kohët e fundit jeni lodhur shumë. Demi. Një ditë ideale për të fituar, një gol që duke i larg deri dje është brenda mundësive. Koha ideale për të kërkuar diçka më shumë ose nëse punoni vetë për të organizuar veten më mirë për të ardhmen, mos u ndalni tani. Binjaket. Një qëndrim diplomatik duhet të merret në konsiderat. Ndoshta ju punoni shumë dhe keni më pak mundësi për të dashur. Gaforia. Në marrëdhëniet familjare por edhe në vendin e punës ka shumë konfuzion ose ndoshta është thjesht lodhje. Ndonjëherë temperamenti juaj është i rëndë, por shumë i mirë dhe bujar. Luani. Ju mund të ndiheni jashtë lojës sot. Është e rëndësishme të tregoheni të kujdesshëm në marrëdhëniet e punës, më mirë të mos kundërshtoni, le të kaloj koha para se të hapni mosmarrëveshje. Virgjeresha. Kaloni një ditë të mirë, guximi juaj do të ndihmohet. Jeni në garë për rezultate të shkëlqyera profesionale. Bashkëshortët në humor për projekte dhe ata që munden dhe duan të kenë një fëmijë janë të zënë. Peshorja. Është një kohë më e mirë. Ju komunikoni qartë dhe pa keqkuptime në çdo fushë të jetës suaj, do të bëheni të kuptueshëm me shumë sinqeritet dhe pa fjalë të tepërta. Akrepi. Kujdes nga të gjitha problemet financiare, priten disa shpenzime shtesë. Ditë plot gjëra për të bërë, mbase jeni duke punuar në një projekt të ri, e rëndësishme është që të mos qëndroni ende për arsye të tjera. Shigjetari. Ata që punojnë vetë do të kontaktojnë anëtar ose bashkëpunëtor të rinj, marrëveshje për t'u verifikuar. Një angazhim ka të ngjarë të vijë, mos e nënvlerësoni një interes të ri dashurie. Bricjapi. Horoskopi juaj ju jep forcë dhe bindje. Për dashurinë thjesht duhet të pyesni, gjithçka kthehet pozitive dhe është më e lehtë të shpjegoni arsyet tuaja. Ujori. Yjet rekomandojnë të bëni diçka të re, duke u përpjekur të zgjidhni sa më shpejt problemet me njerëzit përreth jush. Në këtë ditë jeni të shqetësuar për arsye të ndryshme, në dashuri mund të jeni në ekuilibër mes dy historive. Peshqit. Ka të ngjarë të jeni të lodhur, nervoz sot. Çdo marrëdhënie që ka përjetuar momente stresi në të kaluarën do të nxitet për një verifikim përfundimtar. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.